Ajo që dua të them sa i përket protestave në Republikën e Shqipërisë është bukur e thjeshtë. Protestimi dhe demonstrimi është mjet demokratik dhe u takon institucioneve shtetit shqiptar ta trajtojnë këtë çështje. Dhe vetë atyre që i kanë kërkesa dhe shtetit shqiptar për me e trajtu. Po kjo nuk është çështje e brendshme. Kërkesa jonë e imja është që askush prej nesh të mos ta merr guximin, as të involvohet, as të protestoj, as të vendos kauza politike në Shqipëri, për shkak se kjo nuk e ndihmon as Shqipërinë, nuk e ndihmon as kauzën e protestuesve, nuk e ndihmon as Kosovën, mirë po vetëm sa e vendos në konflikt të hapur shtetin shqiptar me Kosovën. Shiqoni, me thonë pak edhe matraç. Shqipëria është vetëm 2 hapa para antarësimit të vetë Bashkimin Evropian. Protesta është demokratike, se çysh e trajtojnë shtetin shqiptar, institucionet është e tyra. Po një e di, armikt shekullor të shqiptarëve të Shqipërisë dojnë me pa Shqipërinë të penguar në ecjen e këtij në këtë proces. Ky është procesi më historik i kombit shqiptar, mas shpalljes pavarësisë Shqipërisë dhe mas antarësimit të Shqipërisë në NATO. Është antarësimi në BE. Në këtë kuptim, le të jenë protestat ndodhin, po jo të involvohen shqiptarët e Kosovës, jo të involvohen partitë politike, se ne kem pa eksponent partisë politike, vetë vendosjes duke protestuar dhe nuk e dim pse. Nuk dua të paragjykoj protestën, nuk është e imja. Mirë po, si dikush që ka funksion publik të lartë dhe ka pas funksione të larta, unë e di që armisht e Kosovës, armisht e Shqipërisë, armisht e shqiptarëve, e kanë bukur në agjendën e tyre në një, pengimin e Shqipërisë me u bë antare e NATO-s, në 2, portretizimin e shqiptarëve dhe lidhjen e shqiptarëve me elementin radikal islam, lidhjen e shqiptarëve me agendat të cilat janë jo perëndimore dhe mbi gjitha destabilizimin. Këto janë aspektet e mëdha. Komthirrje të drejtë për drejtë për gjithë ata të këshyrin punët e veta në Kosovë. Kemë boll probleme në Kosovë. Dhe mos të shtin durët, dhe mos të involvohen në një çështje që është e tyne, është e protestuesve, është e kërkesa, është e qeverisë. Për shkak se me këtë po i bojnë dëm historik shqiptarëve, Shqipërisë dhe Kosovës. Nuk na takon neve që ta thellojmë ndarjen, neve na takon të përçojmë mesazhe të unitetit dhe t'ia lëmë qytetarëve të Shqipërisë, ata të vendosin kënd dojnë me pas udhëheqje. Cilën parti, cilën opcion. Protestimi është i drejtë demokratik, ndërsa involvimi i Kosovës është sulm i drejtë për drejtë që i bëhet shtetit shqiptar në një situatë, në një rrethon që është jashtëzakonisht jetike dhe senzitive për Shqipërinë.